Mëkati i dytë të zhytës robërt Allahut është magjia. Ajo është dy llojesh. Lloji i parë, lidhje e nyjave dhe fryrje, domethënë yshtje dhe nuska. Lloji i dytë, ilaçe dhe pije që ndikojnë në trupin, zemrën ose mendjen e atij që i bëhet magji. Të dy këto lloje janë prej mëkateve më të mëdha dhe haram e ka njeriu t'i mësoj ato, t'i mësoj dikujt, t'i veproj ose të merret me to. Allahu i lartësuar ka thënë: ata e ndoqen ata që ua mësonin shejtanët në mbretërinë e Sulejmanit. Sulejmani nuk bëri kufër, por shejtanët bën kufër duke ua mësuar njerëzve magjin. Magjia është kufër dhe ndikimi i saj është shumë i rrezikshëm. Përmes saj kanë ndarë familje, kanë përçarë xhamat, kanë prishur mendje, kanë shkatruar mund dhe përpjekje dhe shumë njerëzve ua kanë prishur fen ose ua kanë lodhur trupin. Prandaj, sheriati i pastër e ka qortuar ashpër magjin dhe për atë që merret me magji e ka sjell dënimin më të rënd, që është dënimi me vdekje. Transmetohet nga Bejale ibn Abda se Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu u ka shkruar urdhres në punësve të tij: vriteni secilin magjistar dhe magjistare. Dënimi me vdekje për magjistarin është sipas rregullave të ligjit të sheriatit, nga se magjistarët bëjnë prishje dhe shkatrim në tokë. Shkatrimi i tyre është një prej prishjeve më të mëdha, kurse Allahu nuk i do prishësit. Prandaj, kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le të mos punoj me magji dhe le të mos shkojë te magjistarët, edhe nëse mendon se ka qëllim të mirë ose kërkon ilaç dhe shërim. Shërimi është vetëm tek Allahu, kurse Allahu e ka bërë haram magjin.